Një ndër qytetarët e dëmtuar nga përmbytjet në fshatin Bushnesh, Tufik Koleci, në muajin nëntor ishte prekur nga reshjet ndërsa ujë deportoi brenda banesës dhe i shkaktoi dëme në bletari, bujqësi dhe bazën ushqimore. Të njëjtin fat pati edhe në përmbytjet e këtyre ditëve. Tashmë që uji është larguar nga banesa, pasojat e dëmeve janë dëshmi e qartë e kësaj familjeje, e cila mbahet me të ardhurat nga blegtoria dhe bujqësia. Baza ushqimore është kalbur, një pjesë e saj është rrëmbyer nga rrjedha e ujit. Fatmirësisht, disa koshere nga bletët ka arritur të shpëtojë. Marr pjesë në komunën së madhe, Bushnesh. Kam dëmtime bën 2 herë se dëmtohem, mena 1 muaj e gjys, 2 herë dëmtime, me blet, bazë ushqimore të baktis, janë parcel e 3 fil. Përveç kryeplaku nuk më ka ardhur asnjë njeri, edhe s'm kanë marrë për bazë asnjë lloj gjaje me pakush. Tani unë nuk kam marrë ju që ta vërtetoj ku jam, si jam, a pyet kush për ne. Më kanë alë s'ka vu kush dorë, ka vite, ja këtu përballë më ka plasu ti si ka dalë a mosh veni këtu, edhe s'ka marrë kërkush asnjë lloj mase. Për ne, ju lutemi përcjellni sa më shumë. Postu 2 herë. Nga veni si kam çuar aty vumë hekra tani, i kam spostu 2 herë, se erdh ujti për 1 muaj gjys 2 herë. Edhe s'palla çajm bë, kam luftu çaj herë ne, deri herë ne janë dëmtuar gjysa më tepër. Baza ushqimore e blegtorisë, ja shifni se çe keni pa e filmu, është aty në vend, bini gjys me edhe ka pa hi kavalec, ka tecimisit e çdo gjë këtu ka marr fol. Koleci apelon institucioneve për më shumë vëmendje, ndërkohë ai ende nuk ka një bilans të saktë të dëmeve nga reshjet e shiut dhe përmbytjet e shkaktuara në njësinë Thuman të Krujës.